Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në episodin e radhës në Vibe. E ftuara parë është Nina Gjyla, një vajzë jo vetëm e bukur, por shumë e zgjuar dhe transparente. Ajo do të na flas pak për jetën e saj personale dhe për rrugtimin e saj në Supernova. Nina, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove ti jesh pjesë e emisionit Vibe. Faleminderit shumë Klea, për mua është kënaqësi të jem me ty. Shumë faleminderit për ftesën. Nina, si e përshkruan veten sot? Si gjithmonë, për gjithë ata që më njohin, një vajzë dinamike, një vajzë që punon shumë, një vajzë që e thot atë që mendon, një vajzë që ka luftuar shumë për të qenë e lirë dhe që mos të ndikohet dhe ta thot gjithmonë atë që mendon, duke përfshirë gjitha padrejtësitë që na bën rëndom në jetën e përditshme, në të gjitha aspektet dhe fushat e jetës. Nina, çfarë po bën aktualisht me jetën tënde? Me çfarë po merresh? Ta thash edhe një herë, po merrem me shumë gjëra. Aktualisht jam koordinatore e një projekti që ka të bëje me promovimin e talenteve të rinj. Merrem kryesisht edhe me pjesën e menaxhimit të eventeve të ndryshme, me menaxhimin e disa këngëtarëve artist për momentin. Plus çdo hapësirë dhe mundësi tjetër që më jepet, sepse duke ditë që Tirana është një metropol dhe një vend kaq i shtrenjtë, është e pamundur që vetëm me një punë t'ja dalësh. Është shumë e vërtetë kjo. Si është rrugtimin tënd deri me tani, nëse do e përshkruaj me një fjalë? Me një fjali, të gjithë rrugtimin, sakrificat. Do ta përshkruaja me fjalën guxim, e guximshme, sepse kam vendosur që të thyej disa barriera ose mentalitete në jetën time. Ndonjëherë jeta nuk na jep të gjitha mundësitë që ne të kemi, që të ndjekim ato ëndrat tona, pasionin kur ne duam. Gjithmonë do ketë pengesa, sidomos edhe për brezin tim që sigurisht ka sakrificat e veta, sepse ne më përpara teknologjia nuk ishte aq e avancuar sa është tani, mediat sociale, rrjetet sociale, edhe ne na është dashur shumë që të punojmë në hije, si thonë. Pastaj vjen një moment që njeriu përballet me disa situata dhe sfida që i paraprin gjithçkaje dhe mbase për dikë që mendon që është vonë për të nisur disa ëndra dhe dëshira që ne mund të kemi pasur në sirtar shumë herë më herët, por që pranojmë për shkak të kushteve të jetesës, mundësive të rishfaqemi me vonesë. Janë ca gjëra që vinë me hapin e kohës. Ta thash që gjithmonë kam qenë prapa kuintave me një gamë eksperjencash punësh, por që kam preferuar që startin tim ta zgjedh në momentin që unë jam gati për të startuar, edhe për të pasur gjithë atë vëmendjen e duhur për gjithë njerëzit edhe për gjithë të rinjt që kanë ëndra dhe dëshira dhe që duhet t'i ndjekin në një hap të caktuar të jetës dhe që mos mendojnë që nuk është vonë për t'i ndjekur këto ëndra dhe këto dëshira. Dhe unë mendoj që po, tani është momenti i duhur në veten time që duhet të startoj, pse jo? Përmende pak më parë sakrificat dhe vështirësitë. Sa sakrifica dhe vështirësi ka pasur rrugtimi yt? Shumë. Unë mendoj që jo vetëm unë, po në përgjithësi të gjithë të rinjt që jetojmë këtu në Shqipërinë tonë të vockël, që mundësitë janë aq të mëdha, por aq të vogla për të pasur atë guximin dhe iniciativën për t'ja nisur. Unë mendoj që, siç e thash, brezi im ka pasur ato sakrificat e veta, se ne jemi një brez që kemi punuar, ja kemi dalë vetë, edhe për të nisur një universitet, ndoshta edhe për shkak të mundësive familjare, ne është dashur që të punojmë për ta mbaruar atë universitet dhe duke lënë mbrapa dhe shumë gjëra të tjera që mbase sot shumë të tjerë kanë mundësi të realizojnë në kushte shumë të lehta. Për shembull, në brezin tim ne nuk njihnim kuptimin në shkollën e mesme telefoni, nuk na lejohej telefoni.
shkolla, mësime, kurse, edhe duhet t'ja dilje vetë për çdo gjë, duhet punoje vetë, ndryshe nga shumë stresat të tjera. Absolutisht, duhet i merrje të gjitha përgjegjësitë vetë. Kështu që ka çdo brez edhe çdo moshë e caktuar ka të vështirësitë e veta. Të kemi parë në Supernova. Po. Çfarë të kujton ky rrugtim? Supernova ishte një eksperiencë për mua shumë sfiduese. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, kishte ato vështirësitë e veta, por nga Supernova nxorra shumë mësime dhe konkluzione, më bëri të reflektoj në shumë situata, për mënyrën se si funksionon televizioni, për disiplinën, për punën e palotshme, për rregullat, për gjithçka. Sa përqind njohe nga Nina? Çfarë të mësoj Supernova? Supernova, e thash edhe një herë, ishte një sfidë më vete, duke qenë se unë e kam theksuar edhe e ritheksoj që Supernova ishte një sfidë me veten time, por nuk ishte pasioni im për të qenë pjesë e modelingut, tashmë e kam thënë hapur edhe në intervista. Supernova ishte që mua të më mundsonte daljet e mia televizive, duke qenë se unë kisha një ëndër televizionin edhe shumë gjëra të tjera që lidhen me televizionin, por duke qenë se më mungonin dalje televizive dhe domosdoshmërisht përdora në thonjza e shfrytëzova si mundësi shumë të mirë Supernovën për të krijuar edhe pjesën time dhe profilin tim publik, edhe sepse publiku e pash që publiku e do të vërtetën, e do origjinalën, e don mendimin e lirë edhe guximin. Dhe aty unë tregova që asnjëherë nuk është vonë nëse ti do t'ja nisësh nga e para një ëndër apo një dëshirë. Mora një feedback shumë të mirë nga publiku, e përqafuan personazhin tim dhe sigurisht që synimi im ishte një ndër 3 çmimet që jepeshin te Supernova dhe kisha synuar shumë të isha pjesë e Big Brotherit, siç dihet, aty jepeshin 3 çmime, një për Bigun, një që do fitonte një vajzë Supernova dhe një vajzë tjetër që do ishte moderatore në televizionin ku unë isha. Dhe unë gjithmonë synoja të isha te çmimi i Big Brotherit. Pra nuk e synoja modelingun. E shikon veten në Big Brother? E shikoj. Mendoj që kam një potencial të duhur për të qenë pjesë e Big Brother, për të treguar gjithë vështirësitë, për ta thënë atë që mendon pa frikë, për të qenë një njeri i lirshëm, spontan, i vërtet, edhe për t'i treguar edhe pjesës tjetër të publikut që ka edhe vajza të thjeshta në përditshmëri që të çohen orën 6 të mëngjesit, që bëhen gati që shkojnë në punë, që mezi presin të kthehen në shtëpi, që të bëjnë edhe një punë tjetër, që ja dalin pa pasur nevojë të kenë disa gjëra gati ndryshe siç po funksionon rëndom, edhe për të treguar edhe gjithë përvojën dhe eksperiencën, edhe formimin, edhe gjithçka tjetër. Pse jo, domethënë mos ketë edhe vajza që mbase nuk kanë një famë të caktuar në televizion, sepse ta thash edhe një herë, teknologjia ka përparuar shumë, media sociale, ti sot bëhesh virale edhe me një budallik të vockël, dhe me një video TikToku shkon virale, edhe ty t'jepen pastaj shumë benefite. Ndërkohë që ka vajza të tjera që ka një diplom, 2 diploma, që i kanë aty në sirtar dhe që bëjnë një punë nga ora 8 e mëngjesit deri në 4 pasdite dhe që nuk janë të kënaqur edhe me rrogën që bëjnë, por që janë sa vajza që kanë dëshirë të ndjekin ëndrat dhe pasionet e tyre. Askush nuk ka të drejtë që ti ndaloj apo ti pengoj këto ëndra dhe dëshira. Mundësisht televizioni duhet të jetë ai ekrani i vogël që duhet të japi mundësi dhe hapësira çdo të riu, të reje që ka një ëndër dhe një dëshirë në bazë të formimit, të eksperiencës, të bagazhit, të gjithçka që ka për treguar në televizion. Në Supernova kishte rivalitet? Edhe kush ka qenë rivalja më e madhe? Nuk dua, unë jam koshiente që çdo kompeticion sigurisht që ka garë, sigurisht që ka
rivale, ka shumë dëshirë për të qenë aty e para dhe në qendër të vëmendjes. Unë nuk dua ta kujtoj në fakt Supernovën për pjesën që normalisht ta thash edhe një herë që ka rivalitete nëpërmjet gocave, por unë kisha vetëm atë synimin tim për të arritur atë që doja unë të arrija. Besoj që unë sigurisht që tek Supernova isha kryefjala në 8 prajme që unë isha, por sigurisht ta thash, unë duke qenë se nuk isha tek pjesa e modelingut, nuk e pretendoja. S'ka pëlqyer asnjëherë modelingu? Jo, nuk më ka pëlqyer. Ta thash edhe një herë që ndonjëherë jeta na përball me disa situata dhe sfida dhe ti rritesh ndryshe, je mësuar me një rutinë të caktuar. Edhe kështu që unë duke qenë se kam qenë gjithmonë kundra zhveshjes. Gjithmonë kam menduar që zhveshja nuk është një civilizim, edhe një ndër arsyet që unë nuk do isha bërë kurrë modele, jo se kam ndonjë kompleks të caktuar, por kundrazi, sepse në ditët e sotme modelingu nuk ka të bëjë më, nuk lidhet me profesionalizëm në kuptimin e modeles profesioniste, pra që të jetë gjatë, skini, dhe dobët tani sot ti mund të jesh thjesht për imazh, mund të kesh atë eksperiencën e duhur që ti nuk mjafton ndonjëherë të jesh vetëm e bukur dhe të bësh sfilata, por ta tregosh veten tënde në 360 në të gjitha dimensionet. Mendon se është e drejtë kjo pjesa modelingut ashtu siç e the, se sot nuk mjafton vetëm të kesh një trup të bukur, elegante, siç i ka kriteret e një misi. Pikërisht unë një ndër arsyet që unë nuk e shifja veten aty është sepse unë shikoja ca gjëra tek vetja që nuk kishin të bënin me një modele profesioniste. Një modele profesioniste dhe një mis në dijenin time, duke qenë se unë edhe nuk jam e fushës, po mendoj që duhet ketë atë originalitetin e vet, sidomos në pamje. Duhet të jetë një vajzë shumë natyrale, shumë e bukur, ti ke parë besoj edhe në kompeticionet e tjera, sidomos italiane, që vajzat janë absolutisht të bukura, natyrale, vetulla është vetull, qërpiku është qërpik, buza buz, hunda e pa bërë, mollzat e pa bëra, tani këtu gjithë bëhen misë dhe yje, të gjitha me operacione plastike. Gjoksin e ka fake, buzën e ka fake, dhëmbët i ka fake, vetullën e ka fake, hundën e ka të bërë, më fal, po edhe mbase të më falin, po edhe një gjë shumë e shëmtuar me kaq ndërhyrje do jetë një super yll. Kështu që mund ta thash, nuk e kam synuar kurrë modelingun, jo që nuk jam një vajzë e bukur. Ti je yll bote, ti je shumë vajzë e bukur. Faleminderit. Por i paragjykon, domethënë këto që bëhen ndryshojnë totalisht. Ja ta them unë, nuk i paragjykoj, secili dhe secila ka jetën e vet, sepse edhe meshkujt sot po bëjnë ndërhyrje, botox e gjëra. Okej, un jam me asaj që njeriu të duket bukur, të duket i kuruar, por nuk jam për, domethënë, një vajzë që është natyrale, e bukur, dhe një vajzë tjetër që është e bërë, nëse do ishin në një garë, sigurisht mund ta merrte ajo që ishte e bërë. Dhe fatkeqësisht kjo gjë nuk më pëlqen, është një padrejtësi e madhe. Dikush ka zgjedhur të jetë origjinale siç e ka bërë nëna vet, me kurime dhe gjëra të vogla. Mirëmbajtje, dikush ka zgjedhur që këto mollza ti nxjerri këtu, buzët aty. Po. E ke parasysh, para kolpi mbrapa kolpi, dhe pastaj vjen një moment që nuk mendojnë as për anën shëndetësore dhe efektet që mund të kenë më vonë. Dhe vjen një moment që shkojnë pastaj dhe i shkrinë. Domethënë, nuk e di, mbase kanë lek për të harxuar. Lek kanë, përderisa i bëjnë, kanë lek. Sigurisht, por koha ka treguar që të gjithë të vajzat që janë 200 milion % të bëra, nuk kanë pasur ndonjëherë ndonjë karrierë të caktuar, ose ndonjë punë të caktuar, ose ndonjë shkollë të caktuar. Po ku i kanë marrë lekët? Ne po shohim që vajzat kemi të vajza nëpër ekrane që janë të paarsimuara, të pa diplomuara. Thjesht kanë pasur mikun shokun edhe këto ndërhyrjet, ekspozimi sigurisht rëndom, kështu që bëhet moderatore. Bëhet moderatore. E çuditshme.
ndryshe nga ti që je një vajzë shumë e bukur. Dhe që ke zgjedhur të ish me këmbë në tokë dhe të ndjekësh ëndrat dhe pasionet e tua Dhe profesionin. pa Njëkohësisht diskutim. studioj Dhe përgatitari. profesion. Bravo. Do doja shumë të dija se çfarë nga zgjedhjet që ke bërë deri më tani do doja ta ndryshoje. Nuk jam penduar për zgjedhjet që kam bërë në jetën time, në të gjitha aspektet, por ndoshta kam pengje gjëra që si kam bërë, nuk kam pengje për gjërat që jam penduar. Kam pengje gjëra që nuk janë bërë. Cilat janë ato? Një nga pengjet, për gjithë ata që më njohin, duke filluar që nga shkolla mesme, e din që unë kam pasur një talent muzikën dhe që kam pasur një zë shumë të bukur. Që nuk e ke ndjek të ëndër dhe lind pyetja pse? Ne themi kur kishim talentin nuk kishim mundësit, dhe tani që kemi mundësit, na është ngjirur zëri. Nikon talenti. Asnjëherë nuk është vonë, nëse dikur në një kohë caktuar do më duhej ta bëj, sigurisht që do ta bëj për qejfin tim, jo ndoshta për karrierë apo për të synuar diçka tjetër, por thjesht për qejfin tim, për ta shijuar vetë, për ta realizuar atë ëndër që unë nuk realizova dot kur isha e vogël, për shkak edhe të mundësive dhe ne vim edhe nga qytete të vogla që janë edhe paragjikuese, edhe ndonjëherë mundësitë janë shumë të vogla. Dhe ti duhet të ndjekësh me patjetër shkollën, me patjetër duhet të ndjekësh atë që tjerët vendosin në fakt për ty. Edhe jo atë që ti do doje të bëje. Sepse sigurisht është efekti moshës edhe ti ca gjëra nuk je gati ti bësh Pa mbështetjen e dikujt. Pa mbështetjen e sigurisht. Nina, ti shpesh të kemi parë një rrjete sociale që publikon, reagon për situata të ndryshme. A ke menduar ndonjëherë të ikësh nga vëmendja publike? Nga rrjetet sociale? Unë në fakt nuk kam dashur domosdoshmërisht të jem në kuptimin për vëmendje apo për ndonjë gjë të caktuar në rrjetet sociale, edhe për vetë faktin se unë nuk është se kam një produkt apo diçka timën aktualisht dhe që ta përdor në favor të followersve apo ku e di unë, por shpeshherë unë reagoj për çdo padrejtësi dhe për çdo gjë që bëhet në këtë vend, e ngrej zërin me aq sa mundësi kam, por kam vënë re që kam shumë njerëz në fakt që më mbështesin, që më duan, edhe që shpesh më kërkojnë që të jem aty në qendër të vëmendjes, por mendoj që ndonjëherë mjafton më shumë prezenca në një kauzë të caktuar apo në një situatë të caktuar se sa kjo pjesa thjesht për të shkuar diku, për të bërë një foto, një video dhe për të treguar që ja unë jam këtu dhe jam kundër kësaj padrejtësie apo super fare, në temën që doja të prekja. Po. Për kauzat që po ndodhin në Shqipëri. Protesta. Kemi parë dhe personazhe publike që e kanë mbështetur, nuk e di se sa të sinqert janë apo e bëjnë thjesht për vëmendje dhe për të marrë ato followersat dhe mbështetjen e ndjeksave. Si e shikon ti këtë? Në fakt ke shumë të drejtë. Unë kam edhe shumë miq edhe njerëz që janë influencer, edhe që i kanë përdorur 1 minutë përpara kanë përdorur të shesin një reklam, një produkt apo një shërbim, edhe pastaj ka shkuar në protestë, sigurisht kjo edhe ndikon në shikueshmëri dhe në rritjen e followersve, por prap janë në të drejtën e tyre ta bëjnë këtë gjë. Unë jam pro protestës, sigurisht për gjitha padrejtësitë dhe për gjitha dyert e mbyllura dhe për të gjitha pamundësitë që e ndalojnë një të ri këtu për të vazhduar përpara, për të ndjekur ëndrat, dëshirat, për të jetuar në atë dhëun e tyre, për të jetuar në vendin e tyre dhe gjithsesi, edhe pse unë nuk jam dakord me disa njerëz fake që dalin në për protesta apo në për rrjetet sociale që hedhin një video që ua ka dërguar dikush tjetër me idenë që ja urdhëroi unë jam në protest, por gjithsesi fundja fare janë në të drejtën e tyre, por dhe influencera gjithsesi nuk
nuk janë, si thon ajo, pjesa negative që për momentin mund të prishi punë për diçka të caktuar. Jo, në fakt... Një influencer nuk është fundja një kriminal, nuk është një band, nuk është një abuzues me tenderat publik, kështu që gjithsesi edhe ato janë në të drejtën e tyre për t'i bërë ato që bëjnë, pavarësisht se unë nuk jam dakord sepse shumica prej tyre janë fake. Shumica e përdorin gjithë audiencën që kanë për një gjë të caktuar dhe ka influencera që kanë dalë ditën e parë dhe s'kan dalë më. Ndryshe në rastin konkret timi që unë kam qenë çdo ditë aty prezente dhe unë nuk është se kam qenë prezente vetëm në këtë protest, unë kam qenë gjithmonë prezente në çdo kauzë. Pavarësisht, ta thash edhe një herë, mbase një person që ka një famë të caktuar më të madhe se unë, një herë që del mund të bie në sy ndoshta më shumë se unë. Po unë mendoj që prezenca ka shumë herë rëndësi aty në shesh, se sa një video në TikTok apo në rrjetet sociale. Në fakt mua më iriton pjesa që të dalësh dhe të përdorësh në kauzë kaq të madhe, të dalësh ta përdorësh vetëm për famë dhe kjo është shumë e padrejtë, se të tjerët luftojnë për këtë protest, ndërkohë që edhe kryeministri Edi Rama ka ironizuar influenceret. Nuk jam dakord me kryeministrin që i ka ironizuar, sigurisht që të gjithë ata që janë në pushtet sot mundohen të gjejnë ca gjëra të vogla, të padobishme për t'u kapur dhe për ta përçarë këtë protestë. Unë mendoj që kjo është një protest revolucionare, është një protest qytetare, është një protest model, edhe unë jam që kjo protest të dalin ca mësime të mira, kjo protest duhet të ketë një kokë, duhet të ketë ca njerëz që janë të papërlyer, kemi plot mjek, kemi plot akademik, kemi plot njerëz që kanë një eksperiencë të caktuar dhe që janë të papërlyer dhe që duhet të dalin dhe kjo protest meriton të ketë një kokë. Ta dim edhe ne se si do shkojnë gjërat, por unë mendoj që edhe qeverisë kjo protest duhet t'i shërbeje për mirë për të ndryshuar shumë gjëra, jo vetëm një gjë, po shumë gjëra. Se unë e kuptoj që Rama dorëheqjen nuk e jep kollaj. Jam e sigurt për këtë, por le të bëhet burr, le të dali dhe le të na i tregojë gjërat me fakte që Shqipëria nuk është në shitje, le të uli naftën, le të uli çmimet, të bëjë spitalet, le të hapi mundësi punësimi për të rinjt, le të zhduki nga qeveria njerëzit që janë të korruptuar dhe që spaku çdo ditë nxjerr emra të rinj nga qeveria dhe që Rama nuk po i lëshon dot. Unë mendoj që Rama i ka prishur shumë punë vetës, sidomos me rastin e fundit të zonjës Belinda Balluku. Unë nuk e di, domethënë ku ç'a problemi qëndron, kur ishte vetë Rama, ai që thonte që përgjegjësia është individuale. Pra, në rastin e Belinda Ballukut, pse Rama nuk ja dorëzoi spakut, pse Rama nuk ja hoqi imunitetin që ajo të përballej me drejtësinë edhe ta vërtetonte nëse ishte e fajshme ose e pafajshme. Unë mendoj që i ka prishur shumë punë Ramës. Kjo gjë dhe këtu janë bërë shumë gjëra bashk, gjithçka, dhe sigurisht populli i ka vajtur aty ku nuk mban më dhe ka shpërthyer. Edhe shpresoj që të arrijnë qëllimin për të cilën protestojnë të gjithë shqiptarët dhe diaspora. Tani dua të kaloj tek disa pyetje. Po. Pyetja ime e parë. Janë me speca po? Pak me spec, pak tje pikante. Okej. Je ndjerë ndonjëherë në vlerësuar? Po, shumë herë. Mendoj që unë edhe në pozicionet e punëve që unë kam pasur, unë kam punuar që 20 vjeç, kam punuar në arsim. Puna ime e parë ka qenë në arsim, edhe mendoj që nuk jam vlerësuar ashtu siç unë e kam merituar, dhe pamundësia për ta ngritur zërin në instanca të caktuara, mbase ka ardhur dikush tjetër i pamerituar, dikush më ka zënë vendin e punës, dikush tjetër ka ardhur me mik, dikush tjetër ka paguar lekë, dhe sigurisht shpesh herë
jam ndjer e nënvlerësuar në aspektin e punës. Mendoj që Po në kam aspekte të dhënë dhe tjera. kam bërë shumë të tipit. Të tipit në dashuri, se ti edhe gocë e bukur tani dua të dim pak më shumë. Se si je ti në dashuri në një marrëdhënie? Kush të ka nënvlerësuar? Jo, nuk Si jam e ndjer kur. përballur? Jo, nuk jam ndjer kur e nënvlerësuar, por jam një karakter shumë i fortë, por jam edhe një natyrë njeriu që jam shumë e dedikuar, jam shumë korrekte, jam shumë e sinqert, edhe normalisht i gjithë çedimi im ndodh tek pjesa e korrektesës, tek besnikëria, tek gjërat e vogla. Jam shumë detajiste dhe shikoj çdo gjë. Unë në një marrëdhënie dua të jetë e bukur, të ketë atë energjinë, të ketë atë besimin, të ketë atë harmoninë, të ketë mirëkuptimin, edhe nuk dua që të ndryshoj që nga, domethënë 2-3 muajt e parë, okay, jemi njerëzit më të lumtur në planet, dhe pastaj vjen ajo rënja, ajo po, devijon sigurisht. Edhe kështu, ja, këtë gjëra. Momentalisht, jeta jote personale. Po, jeta ime personale. E lidhur në një njohje. Ta them direkt që mos mendosh pse u mendova, kështu që është hap tazi fare, single. Pse single, lind pyetja. Që te familjarët nis kjo gjëja si ka mundësi, po pse, po qysh, po tek. Po unë mendoj që në periudha dhe faza të caktuara të jetës, janë momente që njeriu nuk ka një njeri në jetën e tij për disa arsye të caktuara. Mua më duhet shumë kohë për ta njohur dikë, edhe më duhet edhe shumë kohë për ta marrë veten nëse nuk jam me dikë. Je tip që dashurohesh edhe përjeton? Po. Jam një tip që përfshihem në ndjenja dhe në emocione edhe dedikohem, ta thash edhe një herë, dhe e vuaj shumë faktin se si ka mundësi që gjithmonë vetëm njëra palë lufton për tjetrën dhe tjetra zëre se nuk ekzistoj. Domethënë, se di, nuk e kuptoj situatën. Faj kujtosh se zakonisht lidhjet, marrëdhëniet nuk dua të them gjithmonë janë fajtor meshkujt, nuk dua t'i bullizoj meshkujt se i kemi të mirë shumë, por Mashallah. Po, por nuk e di, mbase njerëzit ose djemt për momentin ka që nuk janë të gatshëm për të krijuar një familje, mbase duan vetëm të kenë një lidhje, ta shijojnë atë lidhjen. Dhe kaq. Unë jam sigurisht për familje, jam që të kem atë njeriun e duhur, ta dua nga fillimi deri në fund, dhe të jemi të dy në të njëjtën mendësi, edhe në të njëjtën harmoni me njëri tjetrin. Nuk është se jam ajo vajza që dua të dal, të bëj, nuk dua të lidhem, nuk dua, por ndonjëherë eksperienca e jetës na tregon që edhe ne jemi në thonjza të lodhur, sepse duam tamam atë dedikimin, duam atë përkushtimin, duam atë vëmendjen. Që e meriton në fund të ditës. Që e meriton, pse? Ti. Dhe që jam tip që dashuroj, ndërkohë që ti dukesh si e tip mos kokçarës komplet. Mund të dukem në pamje të parë, shpeshherë njerëzit paragjykojnë edhe nga pamja, por për gjithë ata që më njohin, për miqt, për rrethin tim familjar, kudo, domethënë jam në realitet një natyrë shumë e brisht, sidomos kur dashuroj. Kur dashuron edhe nuk ecën kjo gjëra, ja i personi që ja le pikpyetjen vetës gjithmonë. Ja ve fajin vetës. Po, ka raste që fatkeqësisht për fat të keq. Për fat të keq, në disa momente mendoj që mund të jem edhe unë fajtorja, në sensin që ndonjëherë lëri gjërat më mirë të rrjedhin, siç thot njëra e showbizit, le të rrjedhin. Lëri gjërat me kohën e vet, dhe në fund fare askush s'ja merr fatin askujt, kështu që një ditë ne do kemi atë fatin dhe atë njeriu që e meritojmë dhe që na meriton. A je tip që fal? Shumë. Je hakmarrëse? Jo, nuk jam hakmarrëse. Pse? Për momentin kur e analizoj gjërat me veten time, kam sigurisht ato inatët e mia, ato boshllëqet,
por në realitet, domethënë, me veten time them do bëj namët sepse dua t'ja kthej, sepse duhet vetëm mund të lëndohem në këtë mes, le të lëndoj dhe ai që më lëndoj, dhe kur flas ajo flas në çdo lloj raporti, edhe miqësor, edhe familjar, edhe dashuror, edhe po kur vje fundja reflektoj me veten, marr atë kohën time edhe them që nuk ja vlen fare, domethënë të stresohem, të ngarkohem me gjëra negative. Në fund fare çdo njeri tregon veten e tij, kështu që ja le kohës gjithçka. Për çfarë je më shumë krenare deri më sot për veten tënde? Për një gjë jam krenare me veten time dhe them me bindjen më të plot që ajo që un jam sot jam vetëm fal Ninës. Çdo gjë. Pas një lloj kompromisi, as një lloj servilizmi, çdo gjë që un kam arritur, nuk është se mund të kem arritur në një gjë të madhe, po flas për gjërat që un kam arritur dhe jam krenare, vetëm vetes time ja dedikoj gjithë suksesin, atributin. Je shumë e mirë, Nina. Faleminderit, edhe ti. Tani, Nina, jemi në një pjesë shumë të bukur, një lojë. Do t'jap disa emra personazhesh që do t'i përshkruash me një fjalë. E para, me që e ke pas në Supernova, është Brikena. E bukur dhe fake. Fake në karakter, sigurisht. Po kështu nga pamja jashtme? Mirë, nuk është keq. Ka fizik. Jozi Marku. Jozi këngëtari. Jozi... po them talent në muzikë. Noizi. Tani, talenti nga artisti ndryshojnë, për Noizin po them artist. Sara Kolami. Sara Kolami, hajt po themi një fjalë të mirë për Sarën, që kemi pas dhe moderatore dhe pse mua më ka goditur shpesh. Po them amatore. Olsa. Olsa është gjigande fare. Olsa është shumë profesioniste në punën që bën, shumë punëtore dhe unë kam kaluar shumë mirë me Olsën. Grida Duma. Doja thoja një shprehje popullore, po nuk po e them për Gridën, por po them filozofe. Ledion Liço. Ledioni është një ndër moderatorët e mi të preferuar. Është shumë profesionist edhe shumë i dashur. Arber Hajdari. Shumë i mirë. Arbri është i guximshëm, e thot atë që mendon dhe nuk e llogarit dy herë. Edhe e fundit Arbana Osmani. Arbana shumë profesioniste, por në rastin e Fermës nuk e kishte shkëlqimin siç e kishte tek Big Brother. Mos ndoshta ja ka marrë Ledioni? Nuk di të bëj krahasime, por në varësi të emocionit që ka përcjell tek Ferma VIP, të gjithë asaj që ka dhënë, më është dukur sikur nuk e ka pasur ndriçimin, ose mbase ne edhe gabohemi se mi parë duke parë tek Big Brother, edhe ndoshta kudo që të shkojë tani Arbana, mendojmë që nuk e ka të shkëlqimin siç e kishte te Big Brother. Po kush është më i mirë tani në moderim në Big Brother? Ledioni apo Arbana? Unë personalisht kam preferuar gjithmonë Ledionin. Tani, për mbyllje të kësaj bisede, do doja shumë të di se çfarë plani ke në të ardhmen. Ku do të shohim, do të shohim, çfarë do bësh me jetën? Ne themi ndonjëherë kur ne bëjmë plane, Zoti qesh. Edhe unë gjithmonë punoj me veten time, por zakonisht jam spontane. Shpeshherë gjërat më vinë edhe atëherë kur unë nuk i pres, edhe gjithmonë e mbaj një derë hapur, edhe jam shumë sfiduese për ti përqafuar.
mundësit, projektet, çdo gjë që më vjen edhe në mënyrë spontane. Aktualisht po merrem me disa gjëra të mia që nuk dua t'i bëj për momentin publike, pra dua të punoj siç punoj gjithmonë atje mbrapa kuintave në heshtje, që në momentin edhe në kohën e caktuar ta thash edhe një herë, mbase do kem atë shkëlqimin tim. Nina, të falenderoj shumë dhe të uroj shumë sukses. Shpresojmë të të shikojmë sa më lart, edhe të mbështesim se jem në të vërtet një vajzë për të mbështetur. Dhe shumë sukses edhe një herë. Shumë faleminderit, ishte një kënaqësi shumë e veçantë të isha me ty, edhe të falenderoj dhe paçfat edhe ti suksese. Faleminderit. Tani kemi nevojë që në studio të kemi një vibe ndryshe. Do të sjellim pak muzikë. I ftuari i radhës është Naim Hoti, një këngëtar i cili do të na flasë për vështirësitë, ëndrat dhe karrierën e tij, por në fund pak performance live. Naim, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Përshëndetje dhe faleminderit që më ftuat në emisionin tuaj. Kënaqësia ime. Naim, doja të di se cila ishte ëndra më e madhe që kur ishe në hapat e tua të parë të muzikës. Po ëndra ime që i vogël kam kënduar dhe në momentet e para që më dha mundësia desha që të aktivizohem për sa i përket këngëve. Kur t'u dha mundësia? Unë kam jetuar në Greqi prej shumë vitesh edhe kënga ime e parë ka qenë në vitin 2011. Dueti me këngëtaren greke. Dhe doja të pyesja, si lindi ky duet? Ishte ideja ime sepse nuk ishte bërë një duet i tillë mes një këngëtarie greke dhe një këngëtari shqiptar. Domethënë, kënga ime është dueti i parë greko-shqiptar që është bërë. Edhe kishte shumë shikueshmëri. Si e priti publiku? Ishte diçka jashtëzakonshme në atë kohë. Kënga u prit shumë mirë, sidomos nga publiku shqiptar, sepse siç thash ishte kënga e parë që u bër një duet greko-shqiptar dhe ishte shumë e mirë dhe shumë e bukur edhe për mua për të tërhequr vëmendjen e publikut. Se siç dihet është vështirë, rruga muzikore nuk është e lehtë. Që të depërtosh në tregun muzikor dhe të tërheqësh vëmendjen e publikut. Por kjo ishte ideja që nuk ishte bërë një duet i tillë, duke parë që neve si shqiptar me Greqinë, domethënë shteti shqiptar, populli shqiptar kemi ca ndryshime, ca ndjenja, ca gjëra, edhe ishte ideja që të promovoja diçka të tillë. Çfarë të shtyu të bashkëpunoje me një këngëtare greke dhe jo shqiptare? Pse zgjodhe pikërisht një këngëtare greke? Po kjo ishte ideja që nga që nuk ishte konsumuar kjo rrugë të sjell diçka të veçantë. Domethënë ishte tip strategjia. Strategji dhe po thua një thik me dy presa, por ishte edhe ishte diçka që mund të tërheqë vëmendjen e publikut. Ti the nga shqiptarët u mbështet shumë, dua të di po nga publiku grek. Jo, unë kam kënduar shqip, për publikun grek nuk kishte shumë impakt kënga, nuk kishte shumë impakt. Por nga shqiptarët jam përkrahur në masë shumë të madhe. Domethënë kam marrë mesazhe me qindra mira mesazhe dhe urime, edhe shqiptarët që jetonin në Greqi janë ndjer shumë krenar për duetin që kam bërë. A je tërhequr ndonjëherë nga muzika, ke bërë ndonjëherë në një periudhë pauza? Jo, nuk mund të thoja që jam tërhequr, ndoshta tërhequr plotësisht jo, po jo shumë aktiv. Ndoshta nuk kam qenë shumë aktiv në disa momente. Ke bërë një pauzë? Kam bërë një pauzë në disa momente, kam punuar ca këngë, por jo shumë aktiv si në kohët e fundit, domethënë. Po cilat ishin arsyet që të çuan në këtë vendim? Arsyet ishin vetëm bashkëpunimi, domethënë që të bësh diçka të bukur duhet të kesh edhe njerëz të duhur. Në një kohë që unë isha pak pauzë, ishte sepse nuk kisha njerëzit e duhur që të punoja. Domethënë muzikant. Unë dua të di se çfarë të motivon të rikthesh në skenë dhe të mbash ëndrrën tënde. Unë e kam dashur gjithmonë muzikën, e kam adhuruar që i vogël, e dua dhe sado vështirësi që të ketë, nuk kam heq dorë unë lehtë nga kënga. Duke parë rrugtimin tënd artistik, a mendon si i ka arritur objektivat që i kishe vendosur vetes? Jo, asnjëherë nuk arrin objektivat. Thjesht vazhdon të punosh gjithmonë që të sjellë gjëra të bukura. Çfarë synimesh ke? Po kemi duke punuar ca këngë shumë të bukura. Tani pas një pauze të vogël jemi rikthyer shumë fuqishëm. Kemi punuar 5 këngë të reja, të cilat
jemi duke xhiruar klipet dhe duke I përgatitur klipet dhe kjo verë do të jetë shumë e zjarrt, shumë e nxehtë. Do të kemi këngë të reja pothuajse çdo muaj. Me një bashkëpunim ndonjë të huaj? Jo. Me shqiptar? Jo, gjitha këngët I kam single, domethënë. Solo. Po. Super, është e vështirë të depërtosh sot në tregun muzikor? Mua më pëlqen shumë. Është shumë vështirë, jo, vështirë, ka qenë më shumë vështirë. Sot është pak më lehtë për sa I përket rrjeteve sociale sepse në kohën që kam vazhduar unë këngën nuk ishin rrjetet sociale dhe ishe si thuash kaloje nga një dikush tjetër që të depërtoje tek publiku. Ndërsa sot është më e lehtë sepse janë rrjetet sociale dhe ti nëse bën diçka të bukur edhe sjell diçka të bukur mund ta promovosh shumë lehtë në publik. Domethënë publiku të mëson shumë shpejt. Domethënë rrjetet sociale janë një benefit shumë I madh për këngëtarët. Shumë. Në rrjetet sociale je më shumë vetvete. Nëse je talent, sjell diçka të bukur, rrjetet sociale të promovojnë më shpejt se sa. Doja të di se cili ka qenë momenti më I vështirë në rrugtimin tënd artistik. Momentet vështira ka sa dush. Karriera muzikore si çdo karrierë, si çdo profesion është e vështirë edhe aq më shumë në publikun shqiptar. Sepse dihet ne jemi në të ndam në shumë shtete, në shumë zona, jemi me krahina, edhe nuk jemi shumë të unifikuar. Përpara ka qenë më vështirë. Sot them që me rrjetet sociale jemi shumë, por pengesa ka gjithmonë. Thjesht nuk duhet që të dërzohesh. A ke ndjerë ndonjëherë sikur publiku nuk e vlerëson punën tënde? Jo, asnjëherë. Jo, më kanë pritur shumë, më adhurojnë shumë, më kanë pritur shumë mirë dhe presin shiko, artistin publiku e mban gjallë. Domethënë mesazhet, urimet që merr, aty merr edhe përgjegjësi që ti të sjellësh diçka më të bukur. Aty është forca. Kush ka qenë personi I parë që të ka mbështetur gjatë gjithë rrugtimit tënd? Po, familja ime, vëllezërit e mi, rreth I ngushtë. Dhe pastaj vjen me njerëzit me të cilët do të punosh, do të kompozosh. Aty është dhe forca që bashkërënditet, domethënë muzika me zërin dhe me talentin që ke. Shumë e bukur kjo. Doja të di, nëse do kishe mundësi të ndryshoje diçka në gjithë rrugtimin tënd, çfarë do ndryshoje? Asgjë. Jam munduar që, domethënë nuk pendohem për asgjë që kam bërë deri më sot në mënyrën që se si e kam sjell. Nuk mendoj që do të kisha pendim që të ndryshoja diçka. Jam munduar që ta sjell sa më bukur aq sa jemi mundur. Çfarë mesazhi do t'u jepje të gjithë të rinjve që janë futur rrugës artistike muzikore? Të punojnë fort, të jenë vetvetja, të duan dhe të adhurojnë atë që bëjnë dhe mos të ndalojnë. Mos të dorëzohen asnjëherë. Tani doja të di se cili është ai artist shqiptar që ti e vlerëson më shumë. Kemi shumë artistë shqiptar të mirë, të mrekullueshëm. Nuk doja që të veçoja emra, por kemi zëra të mrekullueshëm në gjithë muzikën shqiptare. Ti çfarë muzikash ngjon kryesisht? Dëgjoj, më pëlqen popullore, moderne, folk, domethënë balladat, por dhe muzikë lehtë. Unë kam dëgjuar edhe gjitha gjanat, që I vogël kam dëgjuar muzikën. Domethënë nuk kam sigurisht që interpretoj ballada popullore, folk, por dëgjoj të gjitha rrymat. I dëgjoj. Me këtë doja të kishe një bashkëpunim? Nuk e di, djalem kohës. Na e zbulota një? Jo, nuk kam. Më mirë talem surprizë. Nuk kam diçka në mendje, të them drejtën, nuk kam diçka. Në rregull, unë tani do doja një performancë nga ana jote. Unë do të performoj pak gjëra nga këngët e mia me kitar. Sigurisht që në kitar nuk jam shumë I mrekullueshëm, por thjesht do të kontribuoj, do të menaxhoj pak, e kam përshkrimin e zërit tim. Domethënë ca akorde, edhe do të sjell ca pjesë nga këngët e mia të reja që kemi punuar. Jo këto që do punojmë. Që keni punuar. Që I kemi në publik. Sepse të tjera do t'i lëm surprizë.
Kjo është shumë e bukur dhe ne tani do të kemi kënaqësinë të të dëgjojmë dhe ta shijojmë, ta ndjejmë këtë lloj vibe që do na sjellësh. Okej. Po vjen, sonte me mu me dal, e krita qka ti do në zemra, unë ti do t'i fal. Po vjen, sonte me mu me dal, e krita qka ti do në zemra, unë ti do t'i fal. A thu gaboj që shumë të du, s'mutri pa ty si ti pa mu, nëse të lëndoj e zemrat vem, falma o shpirti jem. A thu gaboj që shumë të du, s'mutri pa ty si ti pa mu, nëse të lëndoj e zemrat vem, falma o shpirti jem. O ahmanet, çka kalum bashk, kujt mos i kallzo, e si që lëndove zemrën të me, kujt mos ja lëndo. Pa ty jam akull, zemra gjak piko, mos harro se vjen një dit, dikush ty të lëndo. Ti ma e mira, që me sy kom pa, ama mu, zemër ama mu, nuse du me t'ma. Kjo është për ty. Falenderoj. Ishte shumë e bukur dhe mbyllja më e bukur e këtij programi ishte kjo. Unë jam shumë i lumtur edhe t'uroj shumë sukses edhe juve, edhe shumë faleminderit që më dhat mundësinë që të jemi në emisionin tuaj. Shpresoj që mos jetë hera e fundit. Dua që të marrim pjesë përsëri. E ftuara e radhës është Kejlima Alia, e cila është një psikologe ku do të na flas pak për depresionin e femrave, çfarë i shëron ato, por edhe për menstruacionet, si duhet të sillen meshkujt. Keli, mirë se erdhe dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Jam shumë e lumtur që të kam. Shumë faleminderit, Klea. Në fakt doja ta nis me depresionin e grave. Cilat janë shkaqet më të zakonshme? Shkaqet më të zakonshme të depresionit, patjetër është edhe presioni social. Do identifikoja që sot gratë kanë një lloj presioni social më të madh edhe se në kohën e gjysheve tona. Ndaj, kjo është një piknisje për sa i përket problematikave, duke qenë se ato ndoshta e shikojnë pak gjërat si një lloj sfide dhe duke i parë gjërat si një lloj sfide, ato janë më të predispozuar të japin edhe më shumë edhe në kontekste ku ndoshta mund edhe ta ndalojnë pak veten. Dhe kjo është një arsye që i çon ato drejt depresionit. Por patjetër që ka edhe motive të tjera që lidhen edhe me pjesën familjare, se si një grua është rritur dhe në çfarë familje ajo është edukuar. Patjetër kjo është, mendoj, baza për sa i përket pjesës së depresionit, por njerëzit normalisht e vuajnë në përgjithësi, jo vetëm femrat, absolutisht, por edhe meshkujt. Thjesht ndoshta femrat mund bien më shumë në sy. Një çështje tjetër është edhe pjesa e çrregullimeve hormonale, të cilat te femrat është më shpesh dhe këtu pastaj ndikon shumë te pjesa e sistemit ton nervor, ku pastaj ne kemi atë uljen e neurotransmetuesve. Pse gratë preken më shpesh nga depresioni se sa burrat? Tani unë këtu duhet ta ndaloj në sensin që nuk është e vërtet që femrat preken më shumë se depresioni, se burrat. Është fakti që vajzat ose gratë janë më të shfaqura ndaj
këtyre ndaj depresionit, i shfaqin më lehtë. Pra, një vajzë e cila ka rënë në depresion për arsye të ndryshme, ajo merr disa shoqe, hap një temë që ndihet keq, apo bisedon me mamin, apo me kushrirat, pra e bën pak më të madhe situatën. Ndërsa meshkujt, duke qenë se janë rritur pra për të qenë burra, për të qenë të fortë, stoik, ato nuk e shfaqin dhe mënyra më e mirë që ato mund ta kanalizojnë është nëpërmjet lojrave, që mund të jetë edhe videolojrat. Ka djemë të cilët nëpërmjet videolojrave ato mund të kanalizojnë atë energjinë negative apo depresionin e tyre duke e harruar. Është një mënyrë pra për të shmangur nëpërmjet sportit, nëpërmjet alkoolit. Pra kanë edhe një lloj instrumentash, përdorin disa instrumenta ndryshe, kurse femrat janë më të predispozuara që ta shfaqin. Dhe nganjëherë mendojmë që vajzat janë më të prekura. Por nuk ka një studim të caktuar që neve na përcakton që vajzat janë më të prekura nga depresioni. Është më mirë që ta shfaqësh, domethënë, siç the dhe ti, vajzat e bëjnë muhabet në tavolinë me shoqe, me njerëz, ndërsa meshkujt e mbajnë për brenda. Kush e vuan më shumë? Meshkujt e vuajnë më shumë. Dhe fakti që njerëzit mundohen ta mshehin, sepse kemi edhe depresion të fshehtë. Pra, ti shikon njerëz që mund të jenë gra, burra, të cilët duken shumë mirë, qeshin, bëjnë batuta, por për brenda ato ndihen totalisht bosh. Dhe fakti që ato ndihen bosh, kjo i bën që kanë mekanizma më të fortë në sensin e dukjes, dhe atëherë ato duken nuk i dallon që ato kanë një depresion, vetëm ato e dinë dhe nuk e shprehin, dhe kjo është gabimi më i madh sepse ato e vuajnë më shumë se sa një vajzë e cila ndoshta shkon tek shoqet e veta apo shkon te prindërit, te njerëzit e besuar dhe thot unë nuk ndihem mirë, unë ndihem bosh, ka diçka që mungon në jetën time. A është ende tabu që sot të thuash kam ankth ose kam depresion, e kanë ende tabu njerëzit? Mendoj që shëndeti mendor sot po flitet shumë, dhe fakti që flitet shumë për shëndetin mendor është diçka shumë pozitive, dhe kjo tregon edhe një qasje më të mirë, po absolutisht ka edhe raste ku është ka një lloj tabuje pra. Por është më e hapur, do të thënë njerëzit ndoshta janë pak më të lirshëm. Por akoma mendoj që është një tabu në sensin më shumë e shoh tek gjinia maskullore, sepse duke qenë se ato janë rritur dhe janë mësuar në një familje ku babai i ka mësuar që të jenë të fortë dhe mos të shfaqin pjesën emocionale, kjo shkon në dizavantazh, që do të thotë ka një inteligjencë emocionale më të ulët se femrat. Femrat kanë një inteligjencë më të lartë emocionale. Por kjo nuk është diçka e ndarë me thik, absolutisht ka edhe burra të cilët janë vërtet kanë një nivel të lartë të inteligjencës emocionale. Unë mund flas edhe për vllain tim. Vllai im është një person i cili ka një inteligjencë të lartë emocionale, ndoshta edhe më shumë se unë, them drejtën. Sepse fakti ndoshta është pjesa e familjes ku ne kemi pasur një baba dhe kemi një baba i cili ishte më i lidhur me ne nga ana shpirtërore, emocionale, dhe nuk kishte frikë të shprehej, domethënë, për pjesën emocionale. Pra nuk ishte ai burri stoik që i familjes që duhet të mbaj familjen dhe vetëm kaq. Pra kishte edhe një rol tjetër i cili është një rol emocional që ndoshta në shoqërinë tonë i takon më shumë gruas. Nënës. Po. Dhe këtu duhet të themi edhe ka edhe një lloj energjie, pra animus edhe animo. Që do thotë trupi jon është i ndarë me dy energji. Energjia femërore dhe energji maskullore. Energjia femërore karakterizohet me pjesën e inteligjencës emocionale dhe ka meshkuj të cilët e kanë më të zhvilluar, dhe kjo është vërtet një plus për ata, dhe një plus edhe për vajzat të cilat kanë një partner të tillë, sepse i kuptojnë më mirë edhe në rastet më të vështira, dhe por ka edhe meshkuj të cilët kanë atë pjesën e energjisë maskullore shumë të lartë dhe nuk shkon për pjesë tim në korrelacion me atë energjinë femërore. Okej, unë doja të di se sa ndikojnë hormonet në shëndetin mendor të grave. Shumë. Ndikojnë vërtet shumë, sepse kemi gra të cilët janë diagnostikuar dhe me PCOS për shembull, i cila është një sindrome
policistik, ku praktikisht aty gjendja emocionale varet totalisht nga pjesa hormonale. Dhe pjesa hormonale lot një rol shumë të rëndësishëm në pjesën e ankthit dhe të depresionit. Dhe shumë gra ndoshta mund të jenë shumë mirë, nuk kanë asnjë lloj traume, por vuajnë nga depresioni vetëm se ato kanë problematika të PCOS-s, pra. Këtu, por ka normalisht në situata kur ne jemi me ciklin menstrual, ne jemi më të ndjeshëm. Trupi jonë është shumë i ndjeshëm, sistemi jonë nervor është shumë i ndjeshëm, dhe kjo neve na bën emocionalisht jo stabil, dhe duke qenë se ne jemi më stabil, mund kemi impulsivitet më të lartë, mund kemi momente të luhatjeve të humorit, dhe duke pasur këto momente, normalisht kemi një sistem nervor shumë më të ndjeshëm. Ti thej që cikli menstrual ndikon shumë në depresionin e femrave. Po shtatzania dhe menopauza? Edhe ato janë faktorë absolutisht që lidhen në korrelacion me depresionin. Patjetër, sepse është një gjendje e re për trupin. Duke qenë se është një gjendje e re, në vetvete shtatzania, pra pjesa menopauzës është një gjendje e re e trupit. E trupi nuk është përshtatur. Duke mos u përshtatur me këtë gjendje të re, atëherë trupi dhe sistemi nervor më saktë shkon në një lloj alarmi. Duke shkuar në një lloj alarmi, ne pastaj kemi një lloj mos përshtatje ku mund kemi ndjeshmëri shumë të lartë ndaj shumë momenteve edhe në jetën tonë, dhe kjo na bën më predispozuar tek pjesa e depresionit, duke lidhur edhe me estrogenin dhe e hormonet. Cilat janë shenjat e para që jep depresioni? Shenjat e para që jep depresioni është një lloj izolimi edhe social, ku ne nuk kemi dëshirë që të kemi kontakt me njerëzit, ku ne nuk kemi dëshirë që të kemi kontakt edhe me gjërat që ne kemi preferuar. Për shembull, nëse ne kemi pasur një hobi, një sport, dhe pastaj ne nuk e kemi më hobi atë gjë, kjo na tregon që ka një lloj ngarkese ku shfaqet pastaj në depresion. Pastaj, elementet të tjera, patjetër jemi shumë në situata ku mendojmë shumë, ku diçka të vogël e shohim shumë të madhe, pra një rrezik, pra gjejmë rrezik aty ku nuk ka, dhe kjo është edhe kjo një element i cili na çon drejt depresionit. Kemi pastaj edhe pjesën ku nuk kemi një kur për veten, nuk kemi një lloj disipline, mund të flejmë më shumë ose mund të flejmë më pak. Kemi çrregullim të ushqyerjes, persona të cilët nuk ushqehen mirë, ushqehen më shumë se ç'duhet, apo ushqehen më pak. Këto janë elementë të cilat na identifikojnë që ka një lloj problematike të shëndetit mendor duke lidhur me depresionin. Pastaj normalisht që duhen analiza më të zgjatura, nuk mjafton vetëm kaq, dhe këto duhet bëhen nga profesionist të fushës. Ne shpesh kemi ndryshime normale të humorit, si të gjithë njerëzit që ndryshojnë. Po. Por kur duhet dalluar se këto ndryshime normale të humorit nuk janë depresion apo janë depresion? Si dallohen? Kur ndryshimet zgjasin kohë. Kemi ndryshime të cilat vazhdojnë për një periudhë kohore shumë të gjatë, dhe ky është një indikator tjetër që na tregon që nuk po funksionon. Kur trupi jon na flet, sepse trupi jon na flet. Problemet psikosomatike, ku mund kemi probleme si cefaleja tensiva, ku është dhimbja e kokës, diçka që më përpara ne nuk e kemi pasur, dhe ne bëjmë analizat, çdo analizë, dhe ne na del çdo gjë në rregull. Dhe duke na dalë çdo gjë në rregull, normalisht ne duhet shohim atë problematik tek sistemi jon nervor, pra te shëndeti mendor. Kështu që edhe trupi na flet gjithmonë, dhe unë shpesh edhe e them dhe dua ta bërtas që duhet ta ndëgjojmë trupin, sepse trupi është ai që na flet për çdo gjë. Për diçka negative që mund të ndodhë në jetën tonë, për një marrëdhënie e cila mund të jetë toksike, për një punë e cila nuk na përshtatet, gjithmonë trupi na flet. Dhe smundjet që neve na vinë zakonisht janë më shumë nga sistemi jon nervor, dhe trupi na flet në sensin kur kemi një problematik, kur kemi një kontrakturë muskulare për shembull. Në fakt nuk është
një problem i cili ne mund ta kemi formuar gjatë, por është një problem tension i cili vjen nga sistemi jon nervor ku diçka në jetën tonë po na mungon. Çfarë roli luan stresi, puna, familja dhe presionet shoqërore në shëndetin mendor të një gruaje? Po, ja, e lidha. Me atë që thash pak më parë, është pjesa më e rëndësishme. Shumë njerëz ne shohim që mund t'i kenë të gjitha në jetë, që do thotë, mund të kenë një stabilitet ekonomik, mund të ketë një pushtet, le të themi në nivel social, në nivel profesional, dhe nuk ndihen mirë. Pra ka diçka që atyre ju mungon. Kemi kontekste ku jemi në një familje e cila nuk na kupton. Kemi njerëz të cilët ndoshta janë rrethuar me shumë njerëz kanë afër, por ndihen të vetëm dhe duke u ndjerë vetëm, normalisht do mendojmë që thjesht problemi është tek ne. Jo. Nuk është vetëm tek ne, është edhe tek qasja që të tjerët kanë ndaj nesh, që do thotë sa të kuptuar ne jemi, sa empatik ne jemi. Dhe njerëzit sot po bëhen shumë pak empatik, sepse ndoshta nuk arrin, sepse ndoshta nuk kanë atë inteligjencën emocionale të arrin këtë empati. Tani të kalojmë pak tek roli i partnerit. Si duhet ti sillet një gruaje që vuan nga depresioni, por ai nuk e kupton? Se meshkujt shqiptare kanë shumë të vështirë, domethënë, ta kuptosh se shif ajo është me cikël, nuk ndihet mirë ose kanë ndryshime të humorit. Pse mendon ti, Klea, që mund ta kenë të vështirë për shembull? Tani unë nuk e di. Nuk e di pse. Unë mendoj që e tha e lidha pak më parë me pjesën e familjes. Është shumë e rëndësishme se si janë rritur. Meshkujt në shoqërinë tonë janë rritur duke i ndrydhur emocionet. Dhe ne sa më shumë t'i ndrydhim emocionet, bëhemi shumë të ndjeshëm ndaj emocioneve tona, që do thotë, në momentin që ne shfaqim një emocion për një vajzë apo për një njeri, ne praktikisht jemi vulnerabël dhe kjo pjesa e vulnerabilitetit nuk na pëlqen, sepse duam të ndihemi të fortë. Por në fakt, njerëzit të cilët janë vulnerabël dhe e ndjejnë këtë gjë dhe ja tregojnë të tjerëve, janë njerëzit më të fortë. Kështu që, nëse ne kemi një partner i cili nuk e njeh edhe aq mirë veten, këtu është problem se nuk do a njohë as vet partnerin e tij, domethënë. Po, por unë dua të di se sa e rëndësishme është mbështetja e partnerit. Është shumë e rëndësishme, patjetër është shumë e rëndësishme, por partneri ky mashkull nuk duhet ta identifikojë, që do thotë nuk duhet t'ia shfaq atë problematikën që ajo ka, domethënë që ta vendos je mirë, pra me këto ti thuash një vajzë je mirë, është sikur është sikur po ja identifikon, pra që ti ke një problem. Dhe qasja më e mirë çfarë do ishte? Do ishte që ti thonte disa fjalë mbështetëse, disa fjalë të dua, ti blinte, ku ta di unë, një çokoladë për shembull, ti blinte, po absolutisht të dilte me të bënte një shëtitje, pra të bënin edhe një aktivitet bashkë, që mund të jetë një ecje, që mund të jetë yoga, që mund të jetë edhe meditim, ku ato praktikisht ajo energjia që është e rënë, le të themi, nga ana e partneres tjetër, të jetë më favorizuese, duke qenë se ai mund të ketë një energji më të lartë dhe pastaj këto mund të bashkohen bashkë dhe ajo do ndihet më mbështetur. Me që jemi tek partneriteti, sa rol kryen marrëdhënia seksuale? Marrëdhënia seksuale është gjëja më e rëndësishme, absolutisht, unë do identifikoja që diçka shumë e rëndësishme, por duhet të themi edhe këtë pjesë që njerëzit duhet që ta kuptojnë veten nëpërmjet seksualitetit dhe të gjejnë një partner i cili përshtatet me atë energjinë erotike të saj. Apo të tij. Çfarë gabimesh bëjnë më shpesh partnerët gjatë periudhës së menstruacioneve të një grua? Gabimet që etiketojnë.
Si për shembull? Etiketojnë, për shembull, je shumë emocionale, je shumë dramatike, je kështu, je ashtu. Dhe kjo e agravon problematikën. Ne nuk duhet të etiketojmë një person kur ka një disbalancë hormonale, sepse ne e dim që një grua ka momentet e saj dhe në momentet e saj ajo duhet të jetë e qetë, ka nevojë për qetësi, nuk ka nevojë për dikë që ta etiketojnë. Dhe shumë njerëz e bëjnë, por nuk e bëjnë vetëm partnerët kundrejt partnerës, e bëjnë edhe ndoshta edhe shoqëria, ndoshta edhe familja. Pra, kjo është e ndërlidhur sepse nuk e kuptojnë këtë koncept që njerëzit duhet ose më saktë vajzat duhet të pushojnë në atë periudhë. Nuk duhet ta sforcojnë veten që të bëjnë më shumë. Është një periudhë ku ato duhet të ndihen të qeta dhe jo të kenë një sfidë. Kur duhet kërkuar ndihma profesionale? Ndihma profesionale për problematikat e shëndetit mendor është kur personi patjetër ndihet shumë bosh, sepse duhet të gjej instrumentat e vet që ta kuroj veten. Dhe duhet të gjej edhe një profesionist i cili i përshtatet, sepse është shumë e vështirë të gjejmë sot një profesionist i cili i përshtatet dhe mund të kuptoj idin më saktë të një pacienti apo klienti, le ta quajmë. Kur kemi simptoma psikosomatike, kur këto simptoma janë shumë afatgjat, atëherë ne absolutisht duhet shkojmë te një profesionist, por te një profesionist i cili është vërtet i certifikuar dhe ka dhe pasion profesioneti. Sepse mund të shkojmë edhe te një profesionist i cili thjesht e bën punën thjesht për biznes. Cilat janë trajtimet më efektive për depresionin e grave? Jemi fokusuar më shumë te gratë. Po. Sepse është një gra. Absolutisht. Janë mund të them një qasje drejt meditimit. Sepse duke medituar ne arrim të kuptojmë të pavetdijshmen tonë. Sepse problematikat më të mëdha që ne kemi sot janë nga e pavetdijshmja. Dhe e pavetdijshmja formohet në fëmijëri. Kjo është. Dhe kur ne kemi bërë paqe me demonet tonë, atëherë ne mund të arrijmë atë pjesën e vetkënaqësisë emocionale dhe mos kemi nevojë për asnjëri, ndoshta as për partnerin. Partneri luan një rol të rëndësishëm. Patjetër, duhet luaj një rol mbështetës në sensin që thjesht të jetë një anë tjetër, një krah i djathtë, por jo që të varet lumturia jon nga partneri apo nga dikush tjetër. Lumturia e një njeriu nuk varet nga askush, përveç nga vetja. Por jam kurioze. Po, më thuaj, Klea. Atë kanë ardhur raste të femrave, të vajzave, të adoleshenteve që kanë përjetuar një ndarje. Edhe janë një gjendje që kanë në të vërtet nevojë për kurim. Po. Janë të shpeshta këto raste? Shumë të shpeshta. Dhe nga cilat mosha? Mosha adoleshente, duke filluar nga adoleshenca, sepse është edhe një mënyrë për ta njohur veten nëpërmjet këtyre problematikave, por edhe gra të moshave 25 apo edhe 30, të cilët kanë pasur marrëdhënie të gjata dhe pastaj nuk kanë ditur se si të mbyllen ose i kanë mbyllur në një mënyrë dramatike. Ndikon karakteri që ka personi? Se si e përjeton? Patjetër që ndikon, absolutisht, ajo është baza, personaliteti jonë është baza. Ka persona të cilët kanë një personalitet borderline, që do të thotë një personalitet i cili një vajzë apo një burrë i cili nuk ka një shtyllë kurrizore, pra nuk është një person i cili nuk ka vendosshmëri, nuk di çfarë do. Dhe këto persona janë persona të cilët vërtet kanë nevojë për një suport psikologjik. Që të duan më shumë veten. Që të duan patjetër, sepse njerëzit dashurohen me traumat e tyre, nuk dashurohen me personin, pra dashurohen me se si i bën ai të ndihen apo ajo të ndihen. Këtu duhet ta qëndrojmë. Jam i dashuruar, jo një person nuk është i dashuruar me atë ndjesinë që më jep ai apo ajo. Unë duhet thjesht të kem një partner i cili përforcon atë energjinë time. Kaq. Tani për mbylljet kësaj bisede që ishte mjaft e vlefshme, ku ke dhënë shumë mesazhe të bukura dhe të vlefshme për të gjithë ato që janë në një periudhë depresioni apo probleme të shëndetit mendor. Do doja një këshill shumë nga ana jote për të gjithë gratë, por dhe partnerët që të kenë një marrëdhënie të shëndetshme dhe sa më të mirë. Unë mendoj që njerëzit duhet ta jetojnë atë situatën e tyre të errët. Nëse depresionin ne e konsiderojmë diçka të errët, ne duhet ta jetojmë. Absolutisht të gjejmë edhe instrumentat për ta parandaluar, por është e vështirë,
sepse mendoj që është edhe një mënyrë vetnjohje. Kur njerëzit bien në depresion, kanë edhe një mënyrë duhet ta shohin si diçka pozitive, sepse aty është pika ku ato do njohin veten. Dhe nëse do e lejojnë veten që të shkojnë pra aty në errësirë, ta shikojnë pak atë errësirën, ato do kuptojnë çfarë duan dhe për çfarë kanë ardhur në këtë botë, sepse gjithë secili nga ne ka një mision. Nuk jam për këtë që unë ndihem keq dhe them të bëj një lloj autosugjestioni, pra, unë ndihem mirë. Jo, sepse ti e rren veten dhe ne dhe trupi e kupton që ti po gënjen. Kështu që mendoj që njerëzit duhet ta kuptojnë veten dhe nëpërmjet kësaj problematike. Patjetër një partner luan një rol shumë të rëndësishëm. Që do thotë, një partner i cili ka një pjekuri emocionale të lartë, patjetër që e ka më të lehtë të kuptoj partneren. Por gjithçka Klea fillon me atë pjesën e vetnjohjes. Pra njerëzit si partneri, si edhe djali apo vajza duhet ta njohin veten. Kur njohin veten e tyre, ato kanë predispozita që t'japin një mbështetje më efikase. Në momentin që ne nuk e njohim apo ne varemi nga dikush tjetër, do të thotë që aty fillon problematika dhe duhet ta shohim më në thellësi. Keli, unë të falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën. Je shumë pozitive në radhë të parë. Në radhë të dy dua të them që do vish prap në studio dhe të flasim për tematikat të tjera. Me shumë kënaqësi, Klea. Dhe kam kënaqësinë dhe shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Na ndiqni.